Edhe këtë muaj kam një rast që për herë të parë po e tregoj në emisionin tonë dhe era, nuk e dia bëj mirë as bëj mirë, nuk e dia ta them apo mos ta them, po më detyron Zoti me thonë, se nuk i frigohem këtyre kamerave, po i frigohem vetëm kamerës Zotit, se Zoti ka thënë, surën 4, 148, thot mos flisni keq për njëri tjetrin. Përveç kur ju bëhet padrejtësia. Prandaj unë jam kështu e revoltume dhe flas për padrejtësit, nuk e kam frikën. Edhe 3 herë në jetë po e lidhi me këtë ndodhinë e fundit që më ka ndodhur. Ndoshta kam i lëndu ata se ata nuk janë të ndi paqen e tyre shpirtërore. Unë jam shumë e paqërume me veten që po e tregoj këtë ndodhi. Por mos të bëni padrejtësi, por 3 herë në jetë unë e kam falendëru Zotin që se kam nanën gjallë. Unë jam prototip i nanës time. Ajo ka qenë shumë e drejtë, shumë e sinqert, edhe nuk ka hezitu me ta thonë të drejtën sy, ati që e ka lëndu, jo në sy, jo në 40, në 4.000 sy. Edhe kur kom hyrë në burg, kom thonë, o Zot, faleminderit prej teje që se kam nanën gjallë. Kur më ka vdek djali, edhe atër kom thonë, o Zot, faleminderit prej teje që se kam nanën gjallë. Sepse edhe nana eme ka përjetu vdekjen e djalit, edhe di dhimbjen e saj. Edhe herën e tretë, pra, para një muaj kështu, që unë jam shumë e paqërume me veten, mirë po një person që është burri motrës time, i cili është nga Siria, ka arë këtu si emigrant, ka kriju pasuri, ka kriju e tjera, me emër nuk po e tregoj, po e dinaj kush është. Dhe ai me vitet të tëra, ma ka manipulu motrat e mia dhe njerin vëlla. Se një person i cili është i pasur, ai shikon edhe sundim me po. E ti kur t'ja bon të mirat, motrave të mia, i qon numre, i bon dihma në për shtëpi e tjera, sa ta ndoshta edhe janë të nevojshëm. Edhe ai fillon me ta manipulu familjen, që une nuk i shoh as pak fajtore, as vllazërit e mi, njerin vëlla, as motrat e mia. Une më dhimë se në ato, se ato janë robresha moderne, që janë në atë komfort zonën e saj, që jeton motra ime, do me thënë ka kriju një komfort zonë dhe detyrohet diçka me i bot keqe motrës vetë, detyrohet, por burri i saj e ka manipulu familjen time, motrat edhe vëllezërit, dhe është bërë një darsën fantastike një djalit motrës, edhe ai pa pikë dërgjegje që keme lëndu një person që kur të keqen s'ta ka bo njetë. Unë nuk di që dikujve i kam bo të keqen këtë botë, që se i kam bo i për ullëm me ma falë. Edhe ai me manipulim që ka bo ndaj familjes time, me para edhe me sundim pastaj, se kur ti ushqen duhet me edhe e sundon, ai mu nuk më ka thirë me një darsën fantastike që ka bo, edhe këtu më ka met hatri, po këtu më ka trokit Zoti. Se edhe qatë dashni e kum pas. Dashnin që motrat e mia ma kanë majtë shpirtin gjallë. Në kohët më të vështira. Edhe i kum ba krejtve halal. Krejtve halal, se ato ashtu janë, të ati tipit janë të njoma, po janë të manipuluara, se të manipulon pasunia edhe pushtetit. Kështu që kjo më ka prek shumë, edhe këtu këmë thënë, o Zot, që se kam nanën gjallë. Se s'kish mund ajo me përbalu këto 3 vujtjet e mia njetë. E kjo e fundit më ka bo që edhe këtë dashni e kom prek kështu, se edhe kom thënë, që i këvalë ka trokit Zotin nderë, se na kur ta shohim mira një fatkeci e vogël në ka ardhë, nuk bën më shqetësu,
sepse Zotit ka trokit nder për me ta largu një fatkeqësi të madhe. Prandaj, mirë është me trokit Zotit nder, ka pak, po jo me që bubullima në shtëpi. Prandaj, jam vedisu, këto janë që një muaj unë vuj për një telefonat të motrave të mija. Ma kanë bo një padrejtësi, po jo motrat e mija, po manipulanti, i cili është i pasur me 4-5 dyqane në për Kosovë, është me prejardin nga Siria, dhe këto i ka bo, jo diçka që i kom bo të keqe në beso, po vetëm se bindjet islame i kemi ndryshe. Unë jam muslimane, por unë e kam plotësu fen time me Ehli Bejt. Ehli Bejt është familje e shenjtë, që përmendet në Kur'an, është familja e profetit Muhammed, vetë profeti, Fatime të Zehra, vajza e tij, Imam Aliu, Hasani dhe Huseni. Me këta 5 personazhe e kom plotësu jetën, besimin tim, dhe 12 imamët, trashëgimtarët e profetit. Dhe kur gjë nuk kam ndryshu nga bidja ime akidja, i thojmë na. Besimit në Zot po, besimit në profetit që është i dërguar po, besimin në botën tjetër po, namazin po, haxhillëkun e kam bom, besoni kur gjë nuk e kam ndryshu. Por e kam plotësu fen, e tash pse ne nuk përputhemi, pse ai e ndjek fen. Kur është aspekti i fesë, nuk isha guxon të ndalshëm për shkak se nuk i kam informacionet e sakta, po ke tentu me kontaktu tash me motrat? Po, unë me motrat flas, kam fol në realitet deri para një muaj, po i kam thënë që nuk kam dëshirë me ju shqetësu, e di që jeni të manipuluara, edhe me vllaun gjithashtu, se janë të mvarur. Do më thënë, i manipulon me pasuri, mande i sundon. Kjo ndodhet, po thuajse në çdo familje, por nuk jam i dhënushëm me motrat, kurse si. Por ma kanë bo ma lehtë që unë mu shpërngull, njerë u shpërngulla për Prizrenit, për në Prishtinë, për një jetë ma të mirë, po tash mendoj mos me jetu në Kosovë, edhe si ta shes shtëpin, as 1 euro nuk kam dëshirë me investu në Kosovë. Sepse edhe unë e meritoj një jetë shumë ma të mirë, ma me pak pa drejtësi. Jo për ushim, unë jam me papun, po e kam nuk jam ajo e luksi që duhet me pas një Lamborghini 280.000 euro. Për shembull. Jam me papun, po jetën e kam standarde, e kam normale. Por edhe nëse e kisha ba një shpërngulje, e kisha ba vetëm për shkak pa drejtësive dhe që për e shoh këtë shoqëri në shkatrimin e sipër.